Po vazhdojmë tutje me emisionin fundjavë miq të dashur, duke shpresuar se po shëroni bashkë me ne. Tani është koha për një tjetër bisedë në studio, ku sot e kam të ftuar një zonjë e cila pothuajse gjithë jetën e saj ja kushtoi notave muzikore dhe talenteve të rinj. Bashkë me mua në studio zonja Jeta Dumnica. Mirëserdhje, shumë kënaqësi t'ju kemi sot. Përshëndetje Lorinda, shumë faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve, angazhime, pushime ndo pak, apo? Ja, pushime mu nuk ka. Pushimet kam përfundu. Ne masi kemi një shkollë të muzikës, pushimet janë verës edhe mu përfundon, po me angazhime. Angazhime tash fillojnë edhe ofër festave dhe koncertet, mjaft angazhime rreth punës. Po pasaj fundjavat, u besoj që mundoheni ndoshta t'ja kushtoni vetës më shumë, familjes? Pa tjetër, fundjava, masi edhe emisione ka emrin. Po, unë edhe gjithashtu edhe buri mundohemi që sa ma shumë t'i kaloj me fëmijë kohën, i ndoj për printe me, do me thonë ma shumë rreth familjes edhe shoqnicë, sepse java po shkon shumë shpejt, sa është e tanën, është e të premtën, kështu që fundjavën e kemi kështu të rezervume për të afërmit. Pushim që i përmendet mbetet vetëm ajo sezona verore, korik gosh pothuajse. Tash kanë filluar ndoshta dhe ato përgatitjet për këto festat e fundvitit, koncertet e ndryshme, si po shkojnë përgatitjet? Mirë shumë. Unë, si që e përmenda dhe ju thatë ma herët, unë u theqin një shkollë të muzikës, e cila ka 4 pika në Prishtinë dhe ka mjaft punë. Kemi shumë simdans, shumë nxans, kështu që sa është punë e madhe, aq është edhe kënaqësi, se tash fillojnë ato koncertet e bukura, puna që është bërë me fëmijë të shpaloset tash në fund vit, kështu që po them sado që është punë e madhe, ashtu është edhe kënaqësi. Duke qenë që jeni çdo ditë në kontakt me talent të rinj, po besoj që çdo ditë shihni ndoshta diçka tek ta që ju kujton edhe fëmijërinë tuaj. Kështu që po kthehemi fillimisht tek fëmijëria juaj, tek dashuria juaj për muzikën që është në atë kohë. Po, që ka qenë edhe arsyeja faktikisht që unë kom vendos me themelu një shkollë të muzikës, se gjithmonë më ka qumë mrapa në kujtimet e mia, kur unë kom pas nevojë dikush me u marrë me mu, me pas mësimdhënës të mirë, me pas një shkollë kualitative, edhe për atë arsye edhe sot i gëzona shumë që kom ujtë me kontribu në atë fushë, edhe nuk i bi pishman asnjëherë që jo marrë shumë me këtë pjesë. Natyrisht që gjithmonë mësimdhënia edhe menaxhimi i një shkolle të lem pak mrapa në anën profesionale të ndën, se nuk mundesh krejt me imri, pasi që na jemi artista profesionist edhe duhet paralelisht me i bo këto 2 punë, po si që thash, asnjëherë nuk jam pishman që kom kontribu edhe nina shumë krenare që kemi kontribu në arsim në Kosovë. Ka qenë muzika gjithmonë pjesë e jetës suaj? Ka fillu vetëm si pasion, apo si e kujtoni atë pjesën e fëmijërisë dhe lidhjen tuaj me muzikën? Jo, për mu ka qenë prej fillimit, nuk e di, prej shumë e vogël kom di që du me u marrë me pianon. Ka qenë instrumenti i parë? I parë, po. Prej moshës 5 vjeçare, bile kujtoj kur baba prej jashtë ma ka pru një sind vogël, sa atër s'kishte këtu shumë, edhe pianino s'ka pas shumë në kohën time, edhe kemi pas një kojshi që bimsoj 2 vepra të vogla, kështu, në atë sintin shumë të vogël, edhe prej atër, sinqerisht, unë më duket që e kom di që ajo është çka unë po du, edhe mandej prej moshës 9 vjeçare veç kom fillu me shkollën e muzikës, kemi pas edhe një familjar i cili ka insistu se ka pa një talent, edhe unë jam frymzu prej ti shumë, ka qenë Ndjeri Gazmenzajmi, i cili ka insistu që unë me vazhdu pianon. Po prej klasës parë, e kom ditë që ajo është çka unë po du, edhe në shkollë bile fillore krejt e kanë ditë lene jetën se kjo me piano. Kështu që gjithmonë ka qenë pjesë e imja. E përmendet shkollën fillore, sa mendoni që bëhet themi mjaftueshëm në orët e tilla sa i përket artit, qoftë artit figurativ apo artit muzikor? Mendoni që bëhet mjaftueshëm në këtë pjesë, apo ndonjëherë cilësohen themi edhe si orë të lira? Të lira. Unë tash mendoj në shkollat publike, në shkollat e përgjithshme, po flas, jo në shkollën profesionale,
mendoj që bëhet mjaftueshëm. Ka vend ende për me u përmirësu, se ne në kohën tonë, edhe pse ka qenë kohë shumë e vështirë, kur i kemi pas prind pa punë, njëm gjenerat që e kemi përjetu krejt atë pjesën, kemi pas kore, kemi pas ansamble, jonë mundu mësim dhanset me qëto kushte me bo diqka. Edhe tash bëhet, mirë po mendoj që mundet me u bo ma shumë. Mundet me u bo se muzika dhe arti definitivisht duhen me qenë pjesë e një fëmiju, e jetës një fëmiju, po tash, po e shoh që prind janë shumë të vetëdijshëm, edhe si ne që kemi një shkollë private, ose ka dhe kurse tjera, shkolla tjera, sinqerisht janë përplot të mbushuna, përveç shkollës publike, shtetnore po mendoj të muzikës, se e kanë kuptu që fëmijët i duhet një shkollim muzikor. Qëfar do qoftë? Nuk do me thonë vetëm instrumenti, po edhe këndimi, edhe kori, kështu që jam shumë e lumtur që e shoh që secili fëmijë dikur është i kyçur, është i angazhuar. Për shkak që përmendët edhe prindërit dhe lidhja tyre me fëmijëve, që ndoshta t'i angazhojnë në ndonjë aktivitet, qoftë pjesën e muzikës, sportit, çfarë do qoftë, ju keni pas përkrahjen e familjes në atë kohë, keni qenë e para ndoshta që jeni fut në këtë fushën e muzikës, apo ka pas edhe ndokush më herët? Në familjen time edhe ka ana e babit edhe nanës, kemi pas muzicienta, që she përmenda edhe ka ana nanës, ka qenë Gazmenzojmi, ai ka qenë akademik, po edhe gjithashtu edhe ka kompozu mjaft shumë, edhe ka ana babit gjithashtu kemi pas, mirë po jo në familjen e ngushtë. Kanë qenë fëmijë që kanë shku në shkollë të muzikës, mirë po unë kom qenë ajo që kanë investu në mu për herë të parë, edhe që thash kanë qenë kushtet jashtëzakonisht vështira, prind kanë qenë pa punë, po ata pavarësisht kanë vazhdu me inkuraju edhe me më financu, është mjaft sporti shtrejt. Kështu që vetëm një pianino në atë kohë me ble ka qenë shumë shtrejt, edhe për kushtet e asaj kohë, po që mu mi kanë mundësu gjitha dhe jom gjithmonë shumë falenderuse, se sigurisht mës të kisha pas instrument, nështë edhe kisha deri të braktisja e shkollës, qysh nështë edhe kam përjetu shumë fëmijë në atë kohë, po jo, unë kom pas instrumentin shtëpi, ma ndve edhe orë private, se gjithmonë duhet, ajo është pjesë e pandashme, kështu që deri në studime më kanë përkra me gjitha, që ka kanë mujtë. Kur të përcjell një instrument gjatë të rjetës, temim, po besoj që edhe e pjesa e ushtrimeve për juve mbetet më si e përditshme. Sa do qoftë që keni eksperiencë, jeni profesioniste, pra po besoj që këtë pjesën e ushtrimeve nuk e mënjanon asnjëherë. Unë i them edhe fëmijëve të mi se vajza tash është veç e rritur, është 19 vjeç, edhe nuk ka vendos me marrë kështu profesionin tim, ose të babës, se dytë jemi muzicienta. Sigurisht që edhe ka pa çfarë përkushtimi duhet, na edhe masi që i krym studimet, më duket që jemi kështu si mjek të muzikës, kom shumë shok mjek, edhe kur bisedojmë, është e njëjta, do me thonë nësa ata nuk operojnë disa ditë, durët nuk punojnë, e njëjta është për ne, do me thonë, na duhet gjatë gjithë kohës me najtë me instrumentin, me ushtru, me punu, kështu që është profesion, sinqerisht, sa do që është shpirtnor, është i bukur, po lypë dhe shumë dedikim. Në qka është orientu vajza, përshka që i përmendet që nuk e ka zgjedh këtë fushë si kurse prindrit? Po, ajo është krejtë në diçka tjetër, në infrastrukturë, i ka pëlqy, unë e babën e komanej, thomë nështë a i ka përngjo pak. Kështu që nuk, ajo edhe si e vogël i ka ra shumë me najtë me ne, gjatë kohës, kur edhe mizbove edhe unë kemi ushtruhe, edhe për më duket që ajo e ka boqi. Ka qenë si e vogël në instrumente, kështu për me mësu për qef, po mandi për profesion ka vendos me shku dika tjetër. I ka mbet vetë se pjesë e pasionit, asha? Qashtë, po. Pastaj vitet e studimeve, si i kujtoni në atë? Qysh tash, ma herët, jëmë shumë falenderuse që printe me njerë mas luftës, unë kom fillu studimet. Jëmë kështu ajo generata që kemi përjetu në shkollë të mesme luftën. Në studime, unë kom vazhdu në Vjenë, në Austri edhe në Eisenstadt. Po them ka qenë shumë kohë e vështirë, se nana më ka financu me krejt që ka pas, me njëherë mas luftës unë me shku me i vazhdu studimet. Kështu që
ka qenë pjesa ma e bukur e jetës time, posa qërështë të dalon mas luftës, hala shumë kështu në mjegull, që ka ndodhë edhe gjithë mërzitu normal, unë me njëherë kom shku, jom pranu atje, edhe ka qenë një periudhe jetës time shumë e vlefshme, që më kanë ndihmu shumë mu edhe me urit, edhe si artiste, edhe si njeri, se ka qenë një jetë krejt tjetër, për atë që e bojmë këtu. Kështu që se di, ka qenë kështu golden time që të thojmë për mu. Ka qenë vështirë me u ambientu në ato fillimet e tua, në aspektin personal sidomos? Jo. O shumë interesant që tash shoh edhe trit që frigohen me shku jashtë, edhe di plot që kanë shumë mundësi me shku jashtë, nuk dojnë. Unë i inkurajoj, si edhe vajzën time gjithashtu. Unë jom adaptu me njëherë. Do me thonë, Vjena ka qenë për mu një vend që unë mu ka duk si me linda aty. Kosova është vendim, Prishtina është vendim, unë jam fëmi i Prishtinës, sigur edhe ti. Po, kur kom shku, e kom gjetë vetën shpirtnisht, profesionalisht, komplet aty, fatkeqësisht nuk kom mbet, ka pas shumë arsye që nuk kom mujt me mbet, për shkak të martesës tonë që ka ndodhën që atë kohë edhe jemi këthy të dytë bashkë, por që më ka metë shumë kështu në kujtimet e mija, në jetën time të përditshme, unë ende i kom të gjitha ato edhe maniret edhe gjitha që i kom fitu atje, se kom shku me një kohë kur unë kom fillu me u zhvillu. Dhe më thonë, mosha 18 vjeqare është gjithmonë kur ti fillon me po ku je, kush je, qka donë me bo, edhe ajo më ka ndihmu shumë unë me urit me u zhvillu. Në atë epicendrën e muzikës klasike, sidomos në atë kohë, sa ke qenë entuziaste me shku, me pa një shfaqje në atë kohë muzikore? E thash, kjo ka qenë ajo që mu më ka rritë, nuk kanë qenë vetë studimet, natyrisht, që atje, kur kom shku, kom gjetë një shkollim komplet tjetër. Këtu jom pregatit, natyrisht me disa profesor që më kam bo gati që ka kom e prit atje me po, edhe që ka mirë, po kur kom shku ka qenë edhe ma. Më thonë, shkollimi atje është shumë shkollë më i nalë se të ne, është në nivel shumë ndryshe, mirë po edhe ajo, edhe kjo pjesa që po thu shfaqet, koncertet, unë nuk i kom mungu askund, që ajo ka qenë pjesë imja i jetës atje. Për atë edhe thash, unë jom adaptu qatë mirë edhe qatë shpejt, se e kom gjetë që ato që më ka mungu këtu. Më thonë, koncerte kvalitative, gjithë shka ka qenë shumë bukur, gjithashtu edhe kultura, njerëzit, nuk po them absolutisht që këtu nuk është, po sa qërisht tash këtu 20 vite është zhvillu mjaf shumë, mirë po unë kom shku me njerë mas luftës, kur ka qenë jeta këtu kulturore shumë e varfën. Edhe kemi pas koncerte shumë pak, zakonisht kanë qenë koncertet fakultetit, shkollës, festivalet kanë qenë shumë të mangëta, tash kemi shumë. E kujtoni paraqitjen tuaj të parë, për shkak që i përmendet që ka pasur, po kanë qenë jo dhe aq shumë themi në numër. Në Vjen po me ndonë, apo prej fëminis? Po, prej fëminis paraqitja juaj e parë. Jo, në fëmini unë kom qenë një nëzonse e pëlqyme e shkollës muzikës, kështu që nëse cilën ngjarje ose koncertet e klasës kom qenë prezente. Deri në shkollë të mesme, do me thonë, kom qenë sinqerisht e privilegjume në rrethin e disa nëzonsve që kemi qenë edhe kur ka pas ngjarje të ndryshme. Mirë po ato kanë qenë mrenda shkollës, do me thonë, na nuk e kemi mri kohën e ish Jugoslavisë që kanë shku në përgara jashtë shtetit. Na kemi qenë shumë të izolum, ka qenë kohë shumë e vështirë, bile na ka kap edhe koha e shtëpive që kemi qenë shkollë të mesme, kështu që instrumentet kanë qenë shumë të dopta, nuk ka pas akordim të mirëfillt, instrumentet mirëfillt, apo prap kemi hecë. Ja keni dalë. Po, kështu që po, i kujtoj edhe gjitha performancat e para që i kom pas paraqitjet në instrument edhe mandej deri në studime natyrisht. Studimet i cilësuat si ndër vitet më të arta të jetës, pastaj kthimi juaj prap në Kosovë me bashortin, krijimin një familjes, por me krijimin e kësaj familje ju erdhe në atë momente ideja e krijimit të një shkolle?
apo ishte diçka që erdhi më vonë? Jo, ka ardhur paralelisht, do me thonë unë jom këthy edhe më kam ftu në shkollën Prenkjakova, që jom shumë falenderuese drejtori atëhershëm, me njëherë me punu. Mirë po, kom punu 2 vite aty edhe pa dasht absolutisht me u ankuose, me fy sistemin, nuk kom mujt me u adaptu mas vjenës, se ka qenë kështu shok kulturor shumë i madh për mu. E kom braktis shkollën Prenkjakova edhe kom fillu me mendu që ka me bo vetë. 1 vit kom punu edhe në 2 vite në American School of Kosova, aty pak kështu jom kom marrë ko për mu frymzu që ka me bo edhe mandej përfundimisht kom vendos me themelu shkollën. Ne kemi majtë gjithmonë privatisht, dihet që në Kosovë dhe gjithë ku në botë mahet privatisht, por nuk mu ka duk një zgjidhje afatgjate që gjithmonë në shtëpi me majtë mësim. Masi na 2 kemi qenë pianista, ka qenë shumë kështu afer mendsh me fillu diçka t'ilë, edhe pse mi zbon nuk më ka përkra fare. Ku po da këtu shkollë private? S'ka qenë profil? Jo, s'ka qenë, është frigu shumë, se ka qenë investim shumë i madhë. Ti për me hap një shkollë duhet një objekt shumë i madhë, duhet shumë instrumente, ka qenë investim kështu fillimisht, edhe nuk është që kemi pas në pagat të mdhaja në atë kohë edhe kushte për me fillu, që që ka qenë kredit opcioni ku e kemi fillu, edhe po ma ndej ka shku shumë mirë, unë shumë kom besu. Unë shumë kom besu para 15 viteve në këtë projekt, edhe kom pas dëshirë me i ofru fëmijëve edhe diçka tjetër. Me thonë, shkolla e muzikës e përgjithshme, shkolla e muzikës Prenkjakova o shkollë profesionale, edhe natyrisht që nuk nxen atë shumë fëmijë sa kanë dëshirë me mësu, e gjithashtu edhe është mosha shumë e limitume që pranohen fëmijët, mu gjithmonë mu ka duk shumë absurde me ja limitu t'i fëmijët nëse është në klasë 5 me fillu një instrument. Pse jo, ose një tritonit, nuk është vonë asë njëherë. Ne kemi pas edhe triton, që kanë ardhur edhe disa vite, kanë mësu për qef. Kështu që ky ka qenë si fillim, ai plani im, e mandi jemi zgjeru për shkak se në Ministrinë e Arsimit, kur kemi shku për me licencu shkollën, ata thanë, jo, duni me rritë alo, se ka nevojë shumë, kështu që na tash e kemi... Po, shumë. Edhe tash e kemi shkollë të muzikës, të artit edhe baletit, kemi balet, kemi art, kështu që jonë gjitha artet mrenda saj. Po besoj që kur e ke mendu krejt këtë plan, ke implementu shumë gjëra që i ke mësu nga koha e studimeve, apo jo? Zetë kanë qenë dërshta ato kriterit kryesore që ke thënë, ja e hapi kështu, ose se hapi fare? Shumë faleminderit për pyetjen, se pikrisht kjo ka qenë edhe arsyeja që unë kom vendos me hap, kanë qenë instrumentet e reja, në ne që ne asë në shkollën e ullt e të mesmet muzikës nuk kemi pas fatin me ull. Unë kur kom shku në Vjenë, ka qenë për mu një shok, kur jo mull me një piano të mirë. Edhe ma ndej profesori im qeshte me mu, se të ke në Prishtinë, sa i ka ardhë ma ndej, këtu e ka po gjendjen, në Prishtinë ti nuk i mujt as me ndëgju vetën që ka jetu bon piano, se piano të këqia. Kështu që kur jo mull atje, e kom po që dush me qenë shumë pianisti mirë, me lujtën piano të mirë. Edhe kjo ka qenë ideja, do me thonë që me qenë një kushtet, instrumentet, mësim dhënësit, gjithmonë punojmë shumë me ta, pavarësisht që ata këtu i kryjnë studimet, ne punojmë shumë për qasjen me fëmijë. Kjo ka mungu në shkollat tona, në kohën time, do me thonë, qasja o shumë e rëndësishme se ti nëse dënë me kriju një artist, nuk mundesh me qenë i ashpër, nuk mundesh me qenë mësim dhënës jo stimulus, do me thonë, duhet me qenë dikush që ty ton kohën ka me të përkra, se në art o shumë let me ra. Një dit qohësh, nuk lun mirë, thu po e lo, se s'po shkon mirë. Arti është shumë fragil, kështu, se shkon paralelisht me jetën edhe me disponimin. Ti edhe një koncert, kur e ma nëse atë dit nuk je mirë, nëse nuk je emocionalisht mirë, mundet me shku keq. Kështu që nuk është si kur një projekt që e banë edhe thu nesër po e lo, e vazhdoj.
Kështu që jam shumë e lumtur që shumë fëmijë kanë dalë prej shkollës tonë, shumë fëmijë kanë diplomu, ka fëmijë që edhe kanë vazhdu mandej muzikën, i kemi përkra, kemi pa talent të madh të ata. Edhe sinqerisht, po them nuk jam hiç pishman që kom investu këto 15 vite krejt energjinë time që aty. Për këto 15 vite, keni takuar fëmijë në mosha ndryshme, se këtë që edhe mosha madhore është e interesuar që ta mësoj për qefi një instrument, po sot kur isheni ata që merren profesionalisht, të mos fëmijët që ndoshta kanë qenë më të vegjël në moshë dhe isheni sukseset e tyre, vazhdoni të bëni kontakt? Patjetër, unë po them si vjet e kemi pas edhe një kështu një risit madhe që na është kthy një ishë në zonë se e jona është bo mësuse. Edhe ore jom shumë e lumtun që e kemi mri këtë cikël, pa tjetër që mbojmë kontakt, shumë shpesh vinë me na vizitu, shumë shpesh vinë na thrasin, me mësusat e tyre kanë kontakte të rregullta, edhe ata që kanë vazhdu, edhe ata që s'kanë vazhdu, edhe kjo më gëzon shumë. Mande jom shumë e lumtun që kemi prej tyre kemi kriju edhe një publik, unë shumë shpesh i shoh prind me fëmijët që kanë qenë të ne në shkollë vinë me ndëgju koncerte. Pavarësisht që s'kan vazhdu shkollimin. Dhe me thonë, ne kemi kontribu edhe në një publik të mirë që kanë dëshirë me ardhë me ndëgju pavarësisht vazhdimit të profesionit tëne. Kështu që, po them, kjo më ka mbush shumë, përveç familjes time, mas këthimit tim e kom pas një periudhë mjaft vështirë, se ka qenë për mu që është një shok kulturor, pavarësisht që i kom pas shoqnin, edhe shumë shpesh më kanë kritiku, po ti që tu ki lind. Po dhe kom lind, po nuk jom zhvillu tjetër koll, jom rrit tjetër koll, edhe që ajo ka qenë që më ka majt shumë, do me thonë familja në rënd parë, jom e lumtun që kom një familje shumë të shnosh, edhe të gjonë, edhe të ngusht, po edhe shkolla, edhe investimi në rinin. Për shkak që e përmendët edhe publikun, si qëndrojmë me këtë pjesën e publikut sot? Unë mendoj që qëndrojmë shumë mirë, bile shpesh habitem sa ka se sot në Evropë ka fillu me u zvoglu numri publikut. Natyrisht që atje ka shumë koncerte, ka shumë ngjarje, edhe nuk po flas për ato sallat ose artistë që i mbushin sallat. Po flas për këto koncerte të cilat janë sikur festivalet të ne, disa festivale ose koncerte më të që i organizojmë ne vetë, për shembull, nga Ministria e Kulturës, po shumë më befason që ka student që vinë, ka familje të ndryshme që s'kan lidhje me muzikë, po kanë dëshirë më ardhë me ndëgju, se jo gjithmonë vetëm ne si artist mu i më shku me dëgju, se kemi shumë punë, tash po ka dhe shumë koncerte, nuk po mrinë gjitha me shku me i pa, po që ka na mungon janë sallat. Sallat na e dim, e kanë thonë shumë, mirë po tash kur po rritët numre, edhe kur po shef që ka artist shumë të mirë në Kosovë, ty edhe ma shumë po të rritët ajo zemrimit që qysh s'ka. Mram ishim, do me thonë, në koncert të Filharmonisë dhe të Operës, edhe ishte sopranoja Besa Lugici, një prej solisteve, dhe thash, o, sa gjëna, se ajo sallë është që thot, edhe du është që shumë me dhonë për me të ndëgju, për me bo diqka të bukur, po fatkeqësisht që këtu e në kushtet, s'kemi që ka me bo, po shpresojmë që diqka ka me ndonë. Përimi të ke pjesa e infrastrukturës, sallave, po besoj që edhe kjo është në tërë pjesë që ju në gjallë më shumë të nostalgjisa i përket Vjenës. Pa tjetër, ne diri sa kemi pas vizat, që është disht me marë viza, mi zbo ka qenë kategorik, nuk shkoj me prit në ambasadë, kështu që ne s'kemi shetit fort, një 2 herëve që më ka ra, dhe kjo ka qenë pjesa që unë e kom prit largimin e vizave që më shku me ndigju koncertet. Më ka mungu qatë shumë, edhe vjetë e par vjetë kemi qenë kështu me i vizitu krejt ato sallat që mu më kanë metë kështu në kujtime. Kom dëgju natyrisht artista shumë të mëdhej, që sot në është ta veç në YouTube i shofim, se kom pas fatin që kom jetu aty dhe kom mujtë. Kështu që është qasi dalimi madhë, është si në instrumente, si që ka një herë thu edhe aja vlenë në Kosovë me u marrë me këtë punë, aja vlenë me qenë profesionist këtu,
Kjo ka qenë nështë edhe arsyeja që une nuk kom vazhdu me koncertu, kom koncertu shumë pak. Kur jom këthy prej Vjenës, kemi ardhë me një projekt me profesorin tim që ka qeni dedikum për Balkan, po aje ka sjell këtu, një masterclass ku 2 vite kom majtë koncerte solistike, edhe mandi mu e kom ndërprej deri tash voni kom post një 2 paraqitje me Filharmoninë e Kosovës, që jom shumë falenderuse se ma kanë këthy atë shpirtin, që ma kanë dhonë mundësin natyresht me përjetu prap, po sinqeresht në fakultet kemi po salë jashtë zakonisht ma të mirë se këtu që ka ko. Veç në fakultet, do më thonë koncertet e klasës që kemi po çdo 2 muj, kanë qenë në nivel krejt tjetër. Kështu që ajo është patkeqësia këtu ende. Keni pas shpesh qoftë jo, qoftë kolegë, tuaj profesionist momente dëshprimi sa i përket këtij aspekti? Unë mendoj që kanë çdo ditë. Do me thonë, ata që kanë arrit me deportu jashtë, e kanë një satisfakcion që prap shkojnë, koncertojnë jashtë kthehen. Kush ka mbet këtu është shumë e vështirë. Bile unë tash mas koncertit që e pata me Filharmoninë, i thash Mizbohet sa i ka qenë shumë aktiv në Kosovë. Thash, më falë, mos të po që a bërgjë ku ki mojtë koncert, se ajo të shton ty stresin, që shka me dollë, a ka mund dëgju, kur të mushët sola, a ki me mujtë ti me dhonë që ato që ka ki punu. Me thonë, krejt jonë këto që ti me ndonë, për deri so në vjen ki me ndu veç ti që shki me qenë. Këto tjerat nuk ki me ndu, edhe sinqerisht, unë e mendoj që shumë prej instrumentistëve edhe e kanë braktis profesionin për këtë arsye. Nuk po them komplet, se na kemi mësimdhans, kemi antartë Filharmonisë, mirë po kështu si solist, unë mendoj që shumë e kam braktis për shkak kësaj, pa tjetër që i qëndroj shumë ofër ati parimit që kur je i mirë. Po, pa kushte, është badi hava. Po puna me fëmijët si është, të marrë parasysh që përveç si profesoreshme si dhënëse, menaxhimit themi i shkollës, pastaj jeta personale, familjare, sa është vështirë menaxhimi i gjitha këtyre brenda një dite? Është, sinqerisht, adin qysh e gjenë kohën, mirë po unë e vazhdoj me thonë që s'di ende me kuptu pse në Kosovë, kemi gjitha relacionet shumë ofër, po prap nuk del dita. Ende s'di me spjegu, du me thonë, kur kom jetu në Vjenë, kom pas relacionet dhe 1 orë largë, po se di, ajo njështë të organizuma, nuk e di, ende se kom zbulu, po këtu përfundoj gjithmonë të i kry punë të moment fundit. Unë i nisi 2 muj për para, po prap përfundoj. Si duket që krejtë si shoqni, funksionojmë ashtu, ma ndi është shumë e kotë nëse ti fillon ma herët. Kështu që unë jom shumë punëtore vetë, pak ma tepër se që duhet, kom qatë mrena, kom qatë energjin, i menagjoj gjitha, dhe më thonë, kom kohë edhe për familjen, nështë ajo sa kom dëshiron, po tash i kom vitet që duna me punu, se kur t'i bëj, kur t'ploke ma shumë, s'ka më ka. Mirë po që ajo vetëm më pengon. Do me thonë, kur kemi organizime me shkollën, është stresi më i madh. E dini edhe jo sigurisht, kur duhet mu rezervu salat, kur duhet me u lajmëru prind, kur është shumë stres se gjithmonë del diçka. Gjithmonë. Do me thonë, badiova ti mundosh krejt me qenë perfekt, edhe me kohë me i fillu, po nuk ndodhin. Kështu që kjo është ajo që mu ende më pengon në Kosovë, po që mundohna me gjithë mënyra me u adaptu me gjithë shka. E përmendët edhe më herët qasjen mes mësimdhënësve dhe fëmijëve që merren me instrumenta apo me çfarëdo fushë të artit. Sa është më rëndësishme që t'jeni të njëjtën kohë edhe psikolog të tyre, sidomos ndoshta edhe para paraqitjeve, koncerteve? Shumë e rëndësishme. Unë thash që ajo ka qenë edhe arsyeja pse unë kom vendos me themelu shkollën. Tu e ditë, unë kom pas mësimdhënës shumë të mirë në shkollë tullët, edhe në shkollë të mesme, por kom pa shumë mangësi, mandi kur kom shku me u shkollu, kur kom pa edhe mësimdhënës të shkollave tullëta, qasja, ajo
stimulimi që ju bojnë fëmijëve, është shumë e rëndësishme se, qysh thash, sot është një jetë shumë e ngarkume. Fëmijët kanë edhe obligime shumë më të mëdha se ne ndoshta që kemi pas, se ka mundësi më shumë. Edhe është shumë e rëndësishme që ne me qenë gjithmonë afër fëmijëve, para koncerteve, me qenë të kujdesshëm në gjuhën tonë, që po thuaj edhe si lloj psikologu, por që fëmijët janë sot shumë të zgjuar. Do të thonë, ata me njëherë të blejnë, se kanë një inteligjencë emocionale shumë më të lartë se na që kemi pas, se kanë informacione. Kështu që duhet shumë me qenë sinqert, paralelisht edhe me i përkra shumë. Këta mundohemi, do të thonë, kjo është një moto e shkollës të na, që secili mësimdhënës biletash edhe boj kështu qeshi pak kur e shoh kur kërkojmë në mësimdhënës, edhe thomë, a keni dikën me propozu, edhe thonë, ja, për shkollën tonë s'ka moment. Ose kur është dikush e di dikën se e di që mundet këtu me u përshtat, se unë mas pari përkrahi disponimin e mirë me në shkollës, profesionalizmin pa tjetër, po e para është që ajo që ka mungu në institucionet tona. Me thonë, ti me e përkra një fëmijë, s'ka lidhja ka me vazhdua ajo, ai ka ardhur me mësu. Edhe qoftë edhe deri në klasën e 8, ai me dalë që shduhet prej nesh. Kështu që unë mendoj që ja kemi arrit, se kanë kalu me mija fëmijë në shkollën tonë. Kështu që jam shumë e lumtun, sinqerisht, edhe i falenderoj gjithë mësimdhënësit e stafin se e bojnë një punë të mrekullueshme dhe e bojnë që ashtu qysh edhe unë e plasoj të ata. E pat energjinë. Po të qenë rritë në të njëjtin profesion me bashkëshortin, se janë ato pikat e juaja ndoshta kryesore dhe më të forta që e përmboshni njëri tjetrin edhe në aspektin profesional. Kush është më detajist, më... Po, unë për shumë vite që shtash nuk kom koncertu, kom qenë ma shumë për krohje e bashkëshortit, që ai ka qenë vendimi em, do me thonë nuk është për shkak që jemi dytë pianista. Kom digju fjallë të ndryshme, tash ky po hece, kjo s'po hece, ato s'qëndrojnë heq. Do me thonë, unë kom vendosë ashtu për shkak të kushteve në Kosovë, jo për shkak që unë nuk kom pas dëshirë me koncertu. Mirë po, nuk ka qenë e vështirë se na e përmbushim një një tjetrin. Nëse një të shtune ose dile që e përmende, një fundjavë nuk kemi qka, jemi në shpe dhe e kemi të lirë, na e lëshojmë një koncert, komentojmë, dëgjojmë, është shumë e bukur me pas. Nështë është ma letë me qenë dytë në instrumente ndryshme, se kishim mujtë me koncertu bashkë, po edhe me piano mundesh, natyrisht, vetëm se duhen 2 piano ose me 4 dur, po mu nuk më ka pengu asë njëherë. Unë jam knaq kur kom mujtë me përkra, ai me koncertu, me qenë në skenë, e kom përjetu bashkë me to gjithmonë. Frika ka qenë ma e madhe jamja se ti. Kemi udhtu, edhe ajo është pjesë e bukur që ai ka koncertu edhe jashtë Kosovës, kemi udhtu mjaft shumë. Kështu që jo, mu nuk e di, mu më ka bo që ajo që me mujtë me jetu në Kosovë, me mujtë me jetu me qëtë profesion në Kosovë. Në shkolla, koncertimet e mizbot, koncertimet e fëmijëve, ajo do me thonë është pjesa ma e bukur. Unë frigona desa të kryona, dhe në kështu jam në etë, dheri sa krejt performojnë që shkanë medalë. Kështu që jo, shumë, mu nuk më ka pengu asë njëherë. E dashur ishte shumë kënaqësi që kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjithçka që ndat me ne dhe shikuesit tanë. Shumë faleminderit edhe për jush, për ftesën, edhe sinqerisht ndina shumë privilegjume që më keni ftu, edhe që keni nda kohë për me rrëfyer diçka prej jetës time. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë.